Po, kush është problemi im? Tani, dhe unë prandaj nuk ja bëj më asnjë përfaqësuesit të opozitës të pyetje që kush është zgjidhja juaj. Sepse unë vetë nuk e gjej dot zgjidhjen vetë. Po ti s'ke këtë detyrë. Shumica ju kritikojnë ju se thonë, e di pse s'vin, se njësoj, si Rama, Saliu. Nuk shkoj njeri ke Saliu. Propaganda pushtetit komplet. Njësoj te Saliu për të rëdzu Rama. Dakord, dhe mu. Po pse shkojnë ke Arlind Qori që fotoj ju? Fix. Pse shkojnë Elan Adriatik Lapajnë 3 muaj atje me 5 muaj? Sepse Chelsea është ke diktatura. Pra, në demokraci të vinë, ore u ngritën njerëzit kundër Ramës për armët kimike, studentët, se ishte pushteti akoma i pa konsoliduar në një regjim autokratik deri diktatorial. Sot është e pamundur. Saliu dikur mburej vlla, thoshe unë edhe qeverin me bandat e Laçit dhe të Mamurazit. Por sot bandat e Laçit dhe të Mamurazit janë ushtarët e rilindjes. Pra, ti nuk ke më asnjë oligark që të financojë. Në këtë sistem që jetojmë, ti nuk ke asnjë media nuk ke asnjë media që të mbështesi dhe nuk ke asnjë band që të suportojë. Atëhere, përballë pushtetit, mediatik, financiar, banditesk, çfarë mund të bëhet? Vetëm bashkimi i njerëzve. Po si bashkon dot njerëzit nëse ti si oligarkëve pra? Sa më shumë njerëz. Do t'i bish oligarkëve me listë. Njerëzit bashkohen jerën 30 apo 50 vjetë kur vjen si që rëdzuam Ben Aliun Tunizi. Pra, kjo do jetë zgjidhja vetë, por unë këtë vitje, këtë zgjidhje shoh shumë largë, prandaj jam pesimist, ti thua cinik, unë jam pesimist se nuk shoh zgjidhje. Mirë, cinik është shkalla intelektuale e pesimistit. Unë mendoj që jo, edhe këtu nuk bashkohet, unë mendoj që zgjidhja duket larg, por nuk është larg. Dhe unë nuk e shoh edhe vizitën, edhe shtrëngimin e duarve që ishte shtërzim. Pra, e gjitha ishte një shtërzim kolosal. Hallet e Ramës nuk janë ndërprerë, kërthiza e Ramës me të keqen dhe me krimin e organizuar nuk është prerë, dhe vjen ajo ditë, unë nuk e parashikoj dot a është pas nesër, a është brenda vitit, a është brenda 6 muajve, por vjen një ditë që ajo kërthizë pritet sepse pritet, sepse historia na mëson që pritet, sepse njerëzit do bashkohen, do jenë më shumë, do jenë më të bashkuar dhe do dalin sepse do e kuptojnë që nuk mund të rish më duke thënë s'ka ç'm duhet mua dhe unë po rri në divan dhe po e shoh Molotovin. Dhe ju bravo që punoni për këtë ditë, po dita s'është afër. Do me thënë këtu nda. Dakor, po kjo nuk do me thënë. Çdo njeri që punon për këtë ditë, bravo. Kjo nuk do me thënë që merret duhet marrë pushim. Partia Demokratike, opozita do t'jetë aty në stin protestash, me rezistencë, derisa kur edhe të tjerët ta kuptojnë dhe t'i bashkohen që s'është luftë për nuk është luftë për të rrëzuar Ramën dhe për të sjellë Saliun, është luftë për rotacion. Ore, se këta, ne kemi harru një gjë të kretë thjesht. Kur qeverit sillen ashtu si sillet kjo e Ramës, dhe kur nuk ka mekanizma pavarësisht skeqes për të rrëzuar, kjo tregon që qeveria është e keqe dhe pikërisht për këtë arsye duhet rrëzuar 2 herë. Pra, se ne gjendemi para një muri misterit madh dhe themi, ore, ky po i bën gjitha këto, po si ka mundësi që zbije? Po zbije pra se Lajçaku jep dorëheqjen se i është kap emaili, kurse këtyre juan kap miliona euro dhe thot ai jo, ma ka dorëzu 3 herë dhe nuk e kam lënë të ikë. Jemi në vendin e marrëzive, o Bushat. Dakor, jam dakor. Ai ikën princi ikën atje se ka shkëmby emaile dhe informacione me atë. Këtu jo mor 200, 150, 70, 90 milion euro. Republika e marrëzive më bën mua pesimism, prandaj them. Kjo opozita e Saliut është një katranosje, mirë bëjnë që se votojnë. Ti kryesori dhe unë si bashkëpunëtori joti, bëm atë, ja tregun gjithë shqiptarve me video si një kryetar bashkie me brekët grisur i shpërndan vendet e punëve duke kërkuar seks. Ajo parti u bën zgjedhje treja doli më e madhe. Mua dhe ty,
s'na besokan, se jemi dhe ne. Pra, e kishim parasyve, mo ja treguam, dhe rritën këtë partin që ne treguam, qëfar birbo që vinte njerëzve për të qeverisë. Tani, që ka faj Saliut, që nga Joti, që nga Joni, shqiptarët nuk shofin kush vjen, nuk shofin kush abuzon, nuk shofin kush i përdhunon, por vetëm duan u dhejsin. Dakor. Dakor. Se mos do imunizojnë më si që kemi berë me historinë që kemi shkruar dhe me të gjitha. Populli mi madhë në botë. Ate që të në studio e hoqin. Edhe kjo duket marë. Ore ti vërdo se ti jenë parti do të partinë e së mëgjes. Kapet sa Fergjici shkon më fort në Dibër. Kapet ai Shukriu shkon më fort. S'ka zgjidhje. Dhe kur nuk kapet asnjëri, ndërhyn spaku si ke Beleri dhe janullon zgjedhja. Nuk i nje këto zoti Zoga, jo. Nuk i kalojnë. Zoti Zoga thoi të rëzojmë opozitën, jo Kisha herën e kaluar vetëm një fjali. Paradoks. Kisha herën e kaluar. Më s'ka nevoj fare të rëzojnë. Jeni të rëzuar, është rëzuar, vazhdoni kështu, unë jurojt ngrin. Intelektualet kundërshtojnë merren me rëzimin e qeverive, nuk merren me rëzimin e Asnjë opozitës. merit në rëzimin e opozitës. Nuk merren me E gjitha është merita juaj të gëzoni. Jo, më Falë Fred, me retorikën Trumpin, prapë më zgjedhët. Me retorikën anti-opozitare kemi nga kreu i PD-s. Dhe vit Trumpin, prapë zgjedhët i ke humbura. Unë jam koherent që ndihmë. Kisha dhe dy pyetje tjera, por nuk do t'i bëj. Ta mbajmë opozitën poshtë dhe t'i japim këshilla si të ngrihet. Është fantastike. Ta mbajmë poshtë edhe t'i themi ta këshillojmë si të ngrihet. Kam një pyetje të fundit. Do kthej gjë, do ketë garë. Nuk ka gjë kjo, do ketë garë në parti, do ketë... Po këtë pyetje, ma lër ta bëj. Partia Demokratike është e vetmja në këtë vend që ka garë. Po, është e vetmja në këtë vend që ka garë. Është e vetmja. Edhe gara këtu, fiton ato që duan njerëzit. Gara me madhe në botë është në PD dhe në PS. Në të gjithë votën. Kur janë bërë zgjedhje? Ai e emëron ministrat, sekretarët, ata ata habitet. Bukur dhe më të madhe se kur janë bërë? Se Sali Berisha dhe Ted Rama. Kur ke një kuti votimin PS? Tani Blendi Ferziu që të janë këtu me mua, dëgjoj më një minutë. Blendi Ferziu ishte këtu dhe tha, sikur Sali doktor Berisha, preç, ishte Blendi Ferziu. Javën e kaluar këtu dhe më tha mua, e pyeta unë. E pyeta dhe i thash, ore, si mendon ti për presidentin? Është mirë tha që doktorit të kaloj në president deri. Mund të kalon të doktori president deri dhe të zgjidhen në një tjetër aty, se nuk të bashkojnë në opozita, i ke parë këtati, as njeri s'do. Qori mirë, dakord qori, po as agroni, as tjetëri, as tjetëri, bile as lape. Sim, lape është akoma në aty? Aty është shkret. Vazhdon. Aty është shkret. Vazhdon shkret. Si me ndonë tani ti, mund të bëhet kjo gjithë të doktorit të bëhet president deri? Po tani, a do ta zgjidhim në studio? Prit. Ata zgjidhim në studio, a zgjidhet në studio kjo, apo zgjidhet në forume? Qa të them unë, do të parashikoj... Nuk qenë ke mirë më thuaj mua që më bëm këtë pyetje se... Votimet, jo më të mirë, bëje pyetjen sa të dush. Atëherë themi urime doktor mandatin e ri? Thua? Urime doktor mandatin e ri.